Si rezultat i kontrolleve intensive në të gjithë territorin e qarkut Shkodër nga shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe të komisariateve në varësi të saj, kanë gjetur të kultivuara dhe kanë asgjësuar gjithsej 1233 fidan e bimë të dyshuara kanabis, 776 fidan dhe 456 bimë të dyshuara narkotike kanabis. Shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër në vim të operacionit policor të koduar Koordinata, gjatë kontrolleve të territorit bazuar dhe në inteligjencën policore, gjetën dhe asgjësuan në territorin në njësive administrative Shal, Pul dhe Postrib 777 fidan dhe 382 bimë narkotike kanabis. Në vim të veprimeve për këto të dy raste nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shpërdorim të detyrës dhe moskallëzim krimi për inspektorin e pyjeve shtetasin me inicialet AM dhe rojen midisore shtetasin me inicialet LA. Ndërkohë shërbimet e komisariatit të policisë Malësi e Madhe gjatë kontrolleve gjetën dhe asgjësuan në territorin në njësisë administrative Shkrel 74 bimë kanabis. Vion puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit të këtyre bimëve narkotike. Operacioni antikanabis i koduar Koordinata vion njofton policia.